Sa vite më përpara, shkonim dhe merrnim atë qetësuesin si karamele në farmaci. Pas një këshill me propozimin e komshijes, motrës e tjerë, dhe u përgjithsua ideja që medikamentet për sistemin nervor të krijojnë varësi, se ndjesh mirë fillimisht, po pastaj, siç vetëm një klasë trajtimi e ka këtë, dhe jo ato që e kurojnë problematikën. Unë dua ta siguroj edhe një herë këtë gjë, punë psikiatri ka plot, jo po thjesht që njerëzit të minimizojnë kohën e vuajtjes, pra të mos futen nga ingranazhi që t'i bluaj mirë dhe pastaj të vinë atëherë kur dhe mjekut i duhet më shumë kohë, edhe atij vet i duhet të marrë më shumë medikamente dhe kohë rekuperimi, kështu që një investim i zgjuar në momentin e duhur është jashtë kompleksitetit, jashtë paragjykimeve, në një moment rregullon cilësinë tonë, se 24 orë janë tonat. Në fund ditës grizet kalendari dhe nuk e rikthejmë dot më. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.